TikToku është një burim serios dhe rreziku për sigurinë e vendit dhe fëmijëve tanë, por ende më i rrezikshëm se llumi i prurëve të TikTokut në ekranat e celularëve është llumi i politikës së shpifjeve dhe gënjeshtrave, i akuzave, sharjeve, sherreve politike mediatike që nuk u lënë gjë mangut grindjeve të rrugaçëve të lagjes, ku më të vegjëlit dhe më të rinj të kësaj shoqërie janë dhe hallka më kollaje prekshme. Nga kultura e ullët që fut në derë e njerëzve gjitha i llum. TikToku do t'ja mbyll derën e Shqipërisë për të paktën një vit qeveria, ndërsa këtij llumi duhet t'ja mbyllin dyert të gjithë ju, duke nisur nga dera e parlamentit tashëm. Këta shpifarak dhe lafarak nuk janë alternativa politike të shekullit 21. Këta janë shëmbulltyra gjallë e asaj të ligës që e ndjek shtetin shqiptar nga dita e krijimit të tij në vitin 1912.